Jonida, një minute. Dolce po, dua një koment nga ty, edhe në marrëdhënie me çfarë tha Ludo, që Limi ndjen ende për Albën dhe të gjithë pjesën tjetër që komentoi rreth teja. Vlla, këto kanë iluzione normal duke ndëtur bashkë, duke ndëtur nën hijen e Albës, Ludua, normal që do marri gjëra që thot Alba ja ka fut në tru. Jonida, që t'jemi të qartë, se ndoshta mund të dukem edhe keq jashtë, se duket sikur jam futur në mes. Dolça nuk është fut në mes askujt. Limi më ka dhënë hapësirën që unë t'i afrohem, sepse unë nuk do t'a kisha hapur kur këtë muhabet që unë e njoh. Në qoftë se e dija që këta dy janë të lidhur, unë e di shumë mirë që këto nuk janë të lidhur, nuk kanë më asnjë bashk, mund të jenë frekuentuar mbas ndarjes, okay, se nuk janë të vetmi që e bëjnë këtë gjë. Gabim. Është 100% kjo që po them unë. Nuk do ta kisha hapur fare këtë muhabet, në qoftë se vinte Limi dhe rinte afër Albës. Fare nuk do ta hapja. Që e njoh, që kam folur, kaq. Do rinte kështu. Pero e pash e kuptova edhe këtu, këto dy, okay, as për lojës janë bashkë, s'kan ardhur bashkë, as për asnjë gjë.